E ndërsa lutesh, ke parasysh se ne mund të jemi të varfër, të dobët, në hall, në vështirësi, por s'kemi arsye pse të vijmë kurrësi në pesimizëm. Sepse në pesimizëm bie ai që nuk ka ku të mbështetet. Ndërsa ne jemi besimtar. Jemi mbështetur një burimi force e madhështie që nuk mposhtet dhe nuk zbëhet kurrë. Ajo është fuqia e Allahut. Është fuqia e Allahut që është krijuesi i gjithësisë dhe është drita e qiejve dhe e tokës. Ai është që nuk ka fillim, por nga i cili fillon çdo gjë. Ai është që nuk ka fund, por çdo gjë tek ai kthehet. Prandaj ke gjithë arsyet e botës për të qenë plot entuziazëm, plot shpresë dhe me dashuri të thellë do të afrohesh drejt tij. Ti je mbështetur atij që sjell shiun, atij që gjelbron tokën, atij që bën ujërat të gurgullojnë dhe që mbush pemët me fruta, që ta bën diellin dritë dhe që ta bën tokën djep, dhe që të mbulon ty e të gjithë vëllezërit e motrat e tua me 1001 mirësi. Kërko nga ai plot besim, plot shpresë, plot entuziazëm. Mos u largo nga dera e tij. Mos u largo duke menduar se sa larg je prej tij, me veprat e pakta dhe gjunahet e shumta. Por trokit me shpresë dhe mëshira e pakufishme e tij që mbështjell gjithçka, duke menduar se sa afër teje është ai. Allahu ka thënë, lutuni mua dhe unë do t'ju përgjigjem. Ai ka premtuar se do të na përgjigjet. Ai është i fuqishëm që të na